Erion Braçe ka nisur prej kohësh një parafushat për të marrë pëlqimin e përkrahësve të së Majtës me synimin për të kandiduar si kryetar bashkie në zgjedhjet e vitit 2027, por deri tani nuk ka pasur asnjë mbështetje nga Edi Rama. Madje siç mësohet, plani i kreut mazhorancës është krejt i kundërt me Braçën dhe ambicien e tij politike. Ka shumë gjasa që edhe vijimi i kësaj parafushatet ketë të njëjtën heshtje nga Edi Rama, i cili me vetdije po e lejon situatën në Tiranë të degradojë për të rritur sa më shumë pakënaqësinë popullore ndaj kryetarit në fuqi, i cili ndodhet në qeli. Një sadizëm politik i mirëmenduar, pasi siç mësohet, ekziston një plan mjaft perfid për zgjedhjet e vitit 2027. Një plan për cilin po zjen e gjithë PS-ja, por edhe mjedise diplomatike të Tiranës. Zërat thonë se i gjati e kanë nxjerrë në ankand postin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, duke e ditur se Sali Berisha nuk ka këllë që ta marrë bashkinë, edhe pse kandidati që përflitet, Ilir Ali Mehmeti, nuk është i keq. Plani synon të përhapi idenë se Edi Rama ja ka lënë Tiranën opozitës në vitin 2027, por kërkojnë që kandidati që do të dalë të ketë pëlqimin e tij. Pra që në fillim duhet marrë okej Sali Berishës, i cili përmes negociatave të fshehta duhet nxjerrë një njerëz që i pëlqen Ramës. Loja nuk duket se synon të bëjë qefin Sali Berishës, edhe pse në fundit ja bën goxha. Gjithçka duket pjesë e një plani për të krijuar përshtypjen te ndërkombëtarët se Rama po lëshon pushtet, kur në të vërtetë po përpiqet të orientojë zgjedhjen e një kryetari bashkie me pushtet të limituar. Edi Rama i friksohet si Erion Braçe, ashtu edhe ndonjë figurë të re nga opozita që mund të dalë si personazh politik dhe të kthehet në alter ego të tij. Ai synon një kandidat që të dormojë Erion Veliajin dhe trashëgiminë e viteve të tij, por jo pushtetin politik të Edi Ramës. Një kryetar i ri bashkie nga opozita nuk do të kishte asnjë mundësi reale për të ndalur planin e Ramës për kullat për shembull, pasi nuk ka kompetenca vendimtare. Madje edhe lejet e ndërtimit të bashkisë duhet marrin okej nga KKT-ja, ku kryetar është vetë Edi Rama. Synimi është të gjendet një kryetar bashkie që të mësohet dhe të joshet me përfitimet e pushtetit vendor për ta negociuar më pas dhe për ta futur në sqetull. Frika e Ramës është që nga zgjedhjet e vitit 2027 të dalë një figurë që të shpallë rezistencë ndaj politikës së tij dhe të mbjellë një lëvizje të madhe kundër tij. Një lëvizje e tillë kërkon kohën e vet, por mund të marrë simpatinë e shumë faktorëve mbi të gjitha të qytetarëve dhe sidomos të rinisë. Nga ana tjetër, një figurë e tillë do të kishte mbështetje të fortë nga Bashkimi Evropian, përkatësisht Gjermania, e cila po punon për të gjetur një anti-Ram që ta çmontojë politikisht. Ndaj Edi Rama i ka bërë gati manovrat e tij, të cilat siç mësohet, do t'i vërë në lëvizje me kujdes dhe shumë shpejt.